أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Fillojmë me emrin e Allahut gjithëmshëshëm, shpërblotës së mësuesit të madh ditës gjykimit. Allahun e falenderojmë dhe Allahut kërkojmë falë dhe ndihmë. Falenderojmë Zotin që na dha shëndet dhe jetë takome përsëri këtë natë bekuar të Ramazanit. Nuk e lutëm Zotin e madhërisëm adhurimet e kësaj dite dhe ditëve të kaluara Zotin na i ketë pranuar. Inshallah Allah na mundson të presim edhe këto pagdesa na kanë betë. Me shpresën dhe lutjen mas një tjerë që Zotë i Madhëreshëm na falë dhe të na mëshiroj gjatë muaj. Dashur vëllezër, ndërlora motra, kemi filluar të flasim për agjërimin e gjymtyrëve dhe kemi folur për agjërimin e zemrës, kemi folur për agjërimin e gjuhës. Sot inshallah do të mundohemi shkurt të flasim për agjërimin e syrit. Natyrisht, kur Allah i Madhëreshëm na bëri obligim agjërimin, na bëri që njeriu ta ngritë devotshmërinë apo frek respektin ka shi Zotit. Dhe natyrisht devotshmëria vetvete në kupton kur njeriu abstenon apo largohet nga çdo gjë që Zoti ka ndaluar. Dhe sigurisht për atyre gjërave me cilat njeriu edhe ka mundësi që t'i bëjë gjëna Zotit, janë edhe gjymtyrët e tij. Në këtë rast është edhe syri i tij ai i cili mundet t'i bëjë gjëna Allahut Madhëreshëm, e jo rastisht Zoti i Madhëreshëm po i drejtohet pejgamberit e liselamën një ajet kuranor duke i thënë thuaj besimtarëve që të ulin shikimin e tyre dhe të ruajnë organet e tyre dhe kjo është më e pastër për ta, me të vërtetë Allahu Zot e di se çka vepron ai. Domethënë Zoti i Madhëreshëm në mënyrë direkte na ka bërë urdhër dhe obligim që neve të kemi kujdes gjatë shikimit tonë. E natyrisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam treguohet një herë Hazreti Ali radiallahu anhu ishte pyet për shikim e ai sallallahu alaihi wasallam kishte thënë Ali radiallahu anhu po dhe shikimin tënd. Domethënë ke kujdes nga ajo se çfarë shikon. Natyrisht dashur vëllezër, neve si besimtar jemi thirrur dhe jemi të urdhëruar që syrit ton të vendosim atë perdën, atë ndalesën me cilën Zoti i Madhëreshëm na ka ndaluar, edhe mos ta lejojmë që të shikojë aty ku Zoti ka ndaluar. Natyrisht jemi prej atyre të cilët do të mundohemi maksimalisht që të jemi të vazhdueshëm në ato që Zoti i Madhëreshëm na ka thirrur dhe na ka obliguar duke pas parasysh që edhe syri mundet të kryejë imoralitet, që ka thënë pejgamberi alayhis salam, edhe imoraliteti i syrit ka thënë është shikimi. Prandaj, dashur vëllezër, nderuara motra, jemi të thirrur nga ana e pejgamberit alayhis salam që vazhdimisht jemi të kujdesshëm ka shikimit tonë. Imam Shafiu radiallahu anhu, njëri prej dietarëve të madh këtij ummeti, tregon edhe thot ju ankova një herë mësuesit tim për dijen time të pakt. E dim që Imam Shafiu në transmetime kur ka ardhur, kur e ka lexuar dy faqe të librit ose të Kuranit, ka arrit dyjat për një herë me mësu. Aq ka pas, domethënë memorie të fortë. Kur e ka hapur kitabin, dy faqe për një herë i ka mësuar. Aq shumë i ka hap Zoti i Madhëreshëm dije dhe memorizim. E një herë po ankohet mësuesit vetë, thotë vërtetët ka filluar memoria ime sikur do psohet. Çka i thotë mësuesi vetë? Thotë ulë shikimin edhe ruaje shikimin, sepse dija është dritë prej dritës të Allahut, është mirësi prej mirësive të Zotit, e mirësitë e Zotit nuk i japen gjënaqarit. Domethënë që se vërtet kemi nevojë për dije dhe sot më shumë se kur rinia jonë ka nevojë që ta ngris kapacitetin e dijes, që për fat keq nuk jena mirë këtë aspekt. Atëherë në bëj thirrje për këto që se doni të keni të mbushur, do të harroni këtë. Nuk mund ta kesh kokën e mbushur po se ulë shikimin. Nuk mund ta mbushësh trurin tënd me gjëra të mira po se ulë shikimin ndaj haramit. Prandaj, dashur vëllezër, është shumë rëndësishme që neve si besimtar vazhdimisht ta kemi në kontroll vetveten tonë dhe ato gjymtyrë me cilat Zoti i Madhëreshëm na nderoj. E natyrisht syri është një nga prej gjymtyrëve që Zoti i Madhëreshëm ja dha njeriu që ta përdorë për hajër dhe për mirë, e asesi në ato që Zoti e ka ndaluar. Po mundohemi shkurtimisht, inshallah, ta përmbyllim me një shembull një njeriu i cili tregohet që ka qenë
një njeri shumë i devotshëm dhe shumë asket i madh. Tregohet njëherë prej herësh, ky njeri pas ka qenë duke kalu rrugës, edhe subhanallah, derisa po kalonte rrugën, po e sheh një pemë të bukur e cila ishte qit degët prej burrit saj në pjesën jashtë. Edhe aq bukur ju kishin pjek frutat e saj, sa që kjo filloi me lakmua tamam, një fruta mos tamam. Tamam ishte ndaluar sepse nuk e kishte pyet pronorin e saj, mos ta merrte e kojke, syri lakmike, edhe për një moment e ka frutin e merr, e ngran, edhe kur shkon masi që të ngran frutin, fillan i fol vetës vetë, pse thot e hongra një diçka që Zoti ma ka ndaluar. Me çfarë drejte e morra frutin e huaj edhe e ushqeva veten pa e pyet pronorin. Edhe kthehet përsëri. Edhe kur vjen te shtëpia në cilën e kishte marrë frutin, troket në derën e saj, edhe del pronori i shtëpisë. Kur del pronori i shtëpisë, po shet njëri i panjohshëm. Doktor no, sot ka marrë e kam një hallë në det. Cila është halli? Sot këtë pamën që ki ka bukur dhe të mirë, ma herë sot ka luva e morra një frut pisoj, e ko marrë me të lyp halale. Ko marrë me të kërku falje, sepse ko marrë pa leje tane, sepse është e jutja. Subhanallah, kër ndëgjën, ai pronori habitet dhe i thët, do ta bëj halal, do ta falje vetëm me një kusht. Cila është kushti? Thot me kushtot që ti do ta marrësh për bashkëshort e vojzën ta. Subhanallah. Edhe këndohet për një moment. Thot po qysh këtë? Thot, apo do me ta bo halal tamë që ke marrë frutin? Kushti është, ke me pranu, me pas për bashkëshort e vojzën time. Edhe kjo thot hajde sholla. Po vendosëm kështë. Fillan ai zoti i shtëpisë veç du me të kallzu do të metat vojzës ta. Cilat janë të metat? Sa ta janë nuk flet. Hajde subhanallah. Hajde sholla. Nuk dëgjon. Askja. Nuk sheh. Smëntet. Edhe subhanallah kë habitet. Mirë po ishte i kurzum sepse kishte marrë diçka pa lejen e tij, kishte dënë mirë. Subhanallah. Ditën kur martu, edhe tash po pret nusën mi ardhë në karroca, sepse ai kishte tregu që është e paleveshme, nuk flet, nuk dëgjon, nuk sheh, po e shef nusja po vjen normal, tu ecë vetë, po sheh, po flet, po ndëgjon. Edhe kur po bisedoj me ta, po çfarë po ndodh me ty? Kur prind dyert, thot ka bo për hajtë, nuk ka thonë që ki as nuk flet, as nuk ecë, as nuk sheh, as nuk dëgjon. Sot po sot ka pos drejt baba jam. Pse? Sot se vallahi kur syni jam s'ka po haram. Vesh jam kur s'ka dëgju haram. Gjuha ime kur s'ka fol haram. Dora ime kur s'ka prejt haram. Edhe koma ime s'ka shkel kur ndalumat e Zotit. Për këtë arsye thot babat ka fol. Dhe a dini për këti qifti se kush ka ardhë e vlad edhe smi tyne? Është një djetar maj madh i kohës që një e quajtur Imam Ebu Hanife. Imam Ebu Hanife ka ardhë e vlad i këti qifti që për një me kanë qenë devotshmëri madhe. Inshallah Zoti Madhërisht na bën që vërtet këtë Ramazan ta xherojmë këtë gjymtyr tona. E kur ne agjerojmë gjymtyr tona, bëhet ne shpresojmë në shpërblimin e Zotit. Allah na fal, Allah i shpërblet. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.